Shoqëria Rajonale Ujësillës Kanalizimi e Durrësit ka nisur aksionin për ndërprerjen e kontratave të furnizimit me të gjitha subjektet që funksionojnë si lavazhe. Bazuar në vendimin e Këshillit të Ministrave dhe urdhrin e brendshëm të shoqërisë, nga dita e dieshme, njësia Task Force pranë kësaj shoqërie ka nisur në terren ndërprerjen e furnizimit me ujë për lavazhet. Drejtori i njësisë së Task Force-s, Julian Beshiri, thotë se nga ky moment asnjë subjekt lavazh nuk do të marrë ujë nga rrjeti, por mund të përdorë ujin e puseve për një aktivitet të tillë. Kemi ndërmarrë një aksion për gjithë subjektet lavazhe për ndërprerjen e ujit të pishëm, duke u bazuar dhe në VKM që na ka ardhur si drejtori rajonale një urdhër të brendshëm që kemi për sa i përket kësaj pjese, asnjë lavazh, asnjë subjekt lavazh nuk do të furnizohet më me ujë të pishëm. Ky aksion ka kohë që ka vazhduar, do të vazhdojë dhe në vijim, pra deri në momentin që ne do kemi çdo subjekt të ndërprer nga rrjeti i ujit pishëm. Paraprakisht janë njoftuar afro një muaj më parë të gjitha subjektet që përdorin ujin e pishëm për larjen e automjeteve. Aksioni do shtrihet në të gjithë zonën që Shoqëria Rajonale e Ujësillësit mbulon me shërbim, si Durrës, Kavaj, Rrogozhin, Shijak dhe Kruj. Në këtë zonë ka afro 300 subjekte që funksionojnë si lavazhe për larjen e automjeteve. Vendimi për ndërprerjen e furnizimit me ujë për lavazhet është bërë për të menaxhuar më mirë burimet ujore dhe furnizimin më të mirë të popullatës. Lavazhet që nuk kanë puse janë njoftuar se duhet të marrin leje për hapjen e tyre tek Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore në Tiranë dhe Drejtoria e Higjienës në nivel lokal.